po ata janë paraqitur si besimtar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjykuar ato si besimtar në aspektin e jashtëm. Edhe pse Allah i ka kallëzuar se ata kanë kufër në veten e tyre. Edhe për këtë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë ambicios për më shumë një afru ata, ndoshta pendohen, ndoshta kthehen, po derisa dikur Allahu xhallashanhu ja ka tërheq vërejtin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë sura Tauba, mos qëndro para varrit tyre. Ebeden, asnjëherë. Pse Allahu din që ata janë munafika, ata Allah i ka vullu zemrat e tyre. Edhe nëse kërkon falje për ta 70 herë, Allahu nuk kishte me pranu faljen tënde ndaj tyre. Mirë, po megjithatë, për shkak se ata janë paraqit në mas si musliman, janë hinë safa me musliman, në xhamia janë fal, kinse po falen, dhe pse kanë pas urrejtje, kjo ka bërë që domethënë në aspektin jashtëm ata mu gjyku si munafika. Mirë, po na nuk i dina këta, për shembull, përgjithsisht çka ka njerëzit në zemra, përveç nëse kena argumente të qarta në bazë disa veprimeve të tyre që u bashkohet përveç se nifaku i zemrës që kanë kufrin edhe me nifakun e veprave. Mirë, po nuk do të thotë se çdo kush që ka një munafikin vepra, sa më rën ka pak çfarë që ka thonë pejgamberi, kur premton, mashtron, kur e kështu asë, to nuk do të thotë se ajo është kafir. Mirë, po ajo kafir, munafik kafir është ai që ka e mshef në veten e tij mosbesimin, edhe sa që domethënë mundsohet atij me paraqitë me elitën e tij, me shoqërinë e tij, edhe dikur me kalimin e kohës derisa zbulon Allahu xhallahu shanhu. Po do të mesazhe më vonë. Nëse do të mund të jetë të sotit. Po paralelizmi po do të bëjë mes ata të cilët janë kufar, domethënë me zemër normalisht, dhe disa njerëz që janë muslimanë sot, që kanë cilësitë e njëjta, ata na thonë se kjo është cilësi domethënë e munafikave në vepra. Me argumentin që ka dhënë këtu pejgamberi. Po, lejohet. Këta që janë muslimanë. Po, lejohet. Këta që janë muslimanë, po në çdo porë të jetës mundohen edhe të mi prish burrin me gru, edhe thonë na po tu mi bashku, edhe të po tu më thonë a mundet mundëlia që e finesa. Po. Domethënë bën. Po. Edhe argumentohen me këto se është vepra e munafikave. Po, domethënë nëse janë munafika musliman. Po. Edhe pyetjen e dytë se që aty kur ta pak më komentuar në Israel e vogël të tatë era që vjen era gjinoha, po shkësh aty që në fillim nuk e di nëse të konduket atë shumë gabim, po tha njerëzit ato më largohen, herën e dytë me lajket edhe shejtani. Aleikum selam wa rahmatullah. Çfarë është kjo? A është njerëzit atë? Gjithkush. Për shembull, Allahu xhaleshanhu besimtarit i çon nur në dritë. Për shkak veprave, edhe i çon kem shumë raste në jetë. Për shembull, kurse ki njoftë ndonjë njeri më përpara se ki po, as ki dëgju për ta, po në moment që e shet anon zemra. Kjo është për shkak që ty ne domethënë atributeve që ai që ka, na që si shohim, po që na ngrenë tek ai. Nuri i tij, era e tij e imanit, po që ti nuk mundesh me mohua me nuhat ato që është nuhat një parfum. Mirë, po këtë këto ndikojnë në aspektin shpirtëror që ti mu fitnos me pamjen e tij, me fizionominë e tij, me ahlakun e tij që ti më dash atë njeri. Po. E normal që edhe me lajket e kanë këto dijen tek njerëz me lajket, po edhe te shejtan dijen. E din për shembull filani i vjen që kjo ep se ai vazhdimisht këshyr për shembull sanetësia. Çdo gjuna e ka një erë. Këto nuk është kjo pritje çdo shejtanëve, se ata janë me grada, mirë, po ata që janë pak më superiore, më të veçantë, ata mundën mi dallu disa senden, jo çdo kush, edhe prej mesin e tyre. Mirë, po edhe ashtu prej anës me lajket, janë me lajket caktuar që i din këto edhe përcjellen edhe din. Andaj Allah kur çon aty në mbrojtje, i çon edhe nëpërmjet me lajkeve, domethënë që i din këto sene, më analizuar dhe din kush po përcjell prej gjinëve, prej shejtanëve, që me mujt me ndërhy me ato, me ndihmën e Allahut. Jo mirë se s'po më.